Politika për të rinjt apo të rinjt për politikën? Të rinjt për politikën. Arsim formal apo edukim jo formal? Arsim formal. Komunikim publik apo punë pas kuintave? Punë pas kuintave. Parime pa kompromis apo kompromis për rezultat? Parime për kompromis. Ekip apo solo? Ekip. Sektori publik apo ai privat? Publik. Politik bërë gjithëpërfshirëse apo e targetuar? Gjithëpërfshirëse. Rregulla të qarta apo fleksibilitet në vendimarrje? Fleksibilitet në vendimarrje. Ndryshim nga brenda institucioneve apo këmbgulje nga jashtë? Ndryshim nga brenda institucioneve. Vendimarrje me zemër apo me llogaritje, Sara? Me zemër. Përshëndetje, rikthehemi edhe një herë në episodin e radhës së Vox Politics. Kësaj radhe me një vajzë e cila është në vendimarrje dhe në leadership në një sektor shumë të rëndësishëm, në fakt në cilin neve investojmë shumë pak në Shqipëri, në te i cili duhet investoni më shumë, sepse në fakt jemi një nga kombet më të reja në Europë ende sot, dhe kam një kënaqësi të veçantë që të kem këtu bashkë me ne zënjushën Sara Bodo. Të falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi dhe mendoj që ne të dyja bashk në këtë podcast do japim shumë. Është shumë kënaqësi të flas, unë kam nisur pjesën e karrierës edhe të angazhimit me të rinjt, me rrjetin e studentëve shqiptarë në botë, dhe e vazhdojmë punën me të rinjt sepse është ajo punë që t'jep gjithmonë energji, t'jep super ide të reja, t'jep super pozitivitet, kështu që me gjithë punët e tjera që bëj, unë e mbaj gjithmonë fushën e të rinjve, dhe jam e sigurt që edhe ty t'ka dhënë shumë pozitivitet pozicioni cilin ti ke sot, që je drejtore përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Rinisë në Shqipëri. Ne në fakt, Sara, bëjmë një bio përpara si zakon në pjesën e podcastit, edhe më pas ti thua edhe pak për vete nga ato që ne nuk i kemi marrë dot nga informacionet publike. Sara Bodo është me një përvojë të gjatë në administratën publike dhe kontribute në rol e këshilluese pranë institucioneve qendrore. Ka qenë pjesë aktive e proceseve vendimarrëse dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Në punën e saj ka udhëhequr politika dhe programe që synojnë krijimin e më shumë mundësive për të rinjt, duke u fokusuar në zhvillimin e talenteve dhe fuqizimin e tyre. Është në fakt studimet i ke kryer në një universitet në Itali, në Kosovë edhe në Mbretërinë e Bashkuar, dhe ke sjellë një kombinim shumë interesant përvojës praktike me qasjen moderne ndaj leadershipit, me fokus gjithmonë të rinjt. Përmes bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm, brenda dhe jashtë vendit, ti ke kontribuar në nisma me ndikim real për të rinjt në Shqipëri, të cilat unë shpresoj që do t'i ndajmë sot dhe do të bëjmë sa më shumë thirrje për sa më shumë investim tek të rinjt dhe sa më shumë aktivizim. Përtej kësaj, ka ndonjë gjë tjetër, një karakteristikë e Sarës, diçka që të karakterizone që do doja ta ndaje me ne si një prezantim 30 sekondash i parë? Është shumë e vështirë të flasësh për vete, përshkrimi më bëri shumë të bukur, edhe po thoja unë jam kjo. Të falenderoj shumë. Ke bërë shumë, me gjithë moshën e re. Faleminderit. Unë do përshkruaja veten me 3 fjalë të mira dhe 3 fjalë të këqija. 3 fjalë të mira themi që jam më sinqert, drejt për drejt, dhe ambicioze. Tani do i themi edhe 3 të këqija. Të këqija mendoj se duhet të jem më organizuar, duhet të jem më të kem më besim tek punët e tjerëve, dhe treta, në fakt s'po më vjen e treta, por shumë mirë, s'ka nevojë të kemi shumë këqija. Po lëmë 2 pra. Sara ti nga Vlora apo jo? Po. Okej, të vlonjatën ta kem tek e mira apo te keqja? Te mira. Unë jam vetë me një prerë nga Vlora, kështu që jemi gjithmonë tek e mira, gjithmonë me këto karakteristikat e këmbguljes edhe të ambicjes për të bërë më shumë. Edhe unë të kam ndjekur pak a shumë në punën tënde dhe di që ti bën më shumë, do të bësh gjithmonë më shumë, dhe kjo gjë më pëlqen shumë. Edhe duket që je nga Vlora. Si ka formësuar eksperienca jote akademike qasja ndaj politikave publike dhe çështjes së rinisë? Pra ti ke studiuar në disa vende të ndryshme, ke marrë eksperienca, po edhe duke jetuar andejesh ndryshe, pra ti shef qasje nga më të ndryshmet. Të ka ndikuar, ka ardhur me ide të reja, apo ke menduar se gjërat ndodhin më mirë në Shqipëri?
Patjetër që më ka ndikuar, nuk ka një model copy-paste. Pra, si cili vend ka karakteristikat e veta sipas kulturës së vet, historisë së vet, popullsisë, mentalitetit, dhe nuk se mund të marrë një model nga jashtë dhe ta sjellë në Shqipëri. Por patjetër një nga modelet më të mira që ne duhet të marrim nga jashtë është vullnetarizmi. Ne në fakt sapo kemi kaluar ligjin e ri për vullnetarizmin dhe tani pas kalimit të ligjit kemi menduar që të nisim të themi një vullnetarizmi e AKR-s, kështu kam dash ta quaj domethënë nismën, dhe për të promovuar dhe më tej, siç është American Corps në SBA, po dhe European Solidarity Corps në Europë, mendoj që këto janë shembuj shumë frymëzues për ne, që vullnetarizmi fatkeqësisht nuk e kemi dhe aq të mirë se sa pjesë të kulturës sa i është në shtetet e tjera të BE-s apo dhe më tej. Ky është një nga modelet që ne duhet të marrim. Pastaj për pjesën e këshillave vendorinor ne kemi për pjesën e vendimarrjes, ne kemi këshilla vendorinor në 61 bashki, por patjetër që duhen fuqizuar dhe ne do kemi dhe nisma që do nisim shumë shpejt për të fuqizuar në 61 bashki këshillat vendorinor. Bravo, kjo është në fakt një nismë shumë e rëndësishme, është një nga eksperiencat më të bukura që edhe ne në punën me të rinjt kemi patur para shumë vitesh, kur nuk ishte me ligj këshilli rinor vendor, por ne mundoheshim të krijonim grupime këshillimore pranë këshillave bashkiak, pranë bashkive të ndryshme, dhe ka qenë një nga eksperiencat e bukura sepse ajo që ti kupton kur punon me të rinjt është që kanë shumë për të dhënë, kanë shumë ide, kanë një potencial të jashtëzakonshëm të rinj shqiptar. Edhe kupton që me shumë pak investim tek të rinjt ti merr mbrapsht gjëra shumë të mëdha. Edhe në politikat që kemi bërë edhe për bashkitë kemi pasur ide të jashtëzakonshme dhe uroj dhe shpresoj që kjo do të jetë një traditë që do të vazhdojë. Tek pjesa e vullnetarizmit patjetër që është e vërtet, ne nuk e kemi, na ka ardhur me një kulturë pak më ndryshe të detyruar nga sistemi i kaluar dhe pastaj nuk e kemi investuar. Po ne që jemi aktivistë dhe vullnetarë të përjetshëm, e dim se sa mirë është, sa mirë ndihesh dhe shumë mirë që është rregulluar me ligj, se kjo është e rëndësishme. Cilat mendon se janë disa nga problematikat kryesore të rinjve në Shqipëri sot, edhe çfarë mund të bëjmë për t'i adresuar? Kemi probleme me të rinjt, çdo brez i mëparshëm thotë ky brezi i ri është kështu, është ashtu etj, secili ka problematikat e veta dhe mendoj se ka shumë zgjidhje për të rinjt në Shqipëri. Them gjithmonë brezi që është brezin. Edhe ne kur të rinjt sot na shohin neve dhe ne shohim prindrit tan, themi si ja kanë bërë ta. Patjetër sot mundësitë janë më të mëdha. Kemi shumë programe Erasmus pafund, ndërkohë që pa i mend kur kam qenë 18 vjeç nuk kishim këto mundësi. Unë jo. Kur nuk i kam pasur. Mendoj që është bërë shumë. Duhet bërë më shumë patjetër që duhet bërë më shumë. Prandaj edhe ne jemi në këtë pozicion që të mundohemi dita ditës që të sjellim gjëra të reja. Në fakt, unë dua të them me krenari që ne kemi aprovuar një program të ri që janë talentet rinore. Në talentet rinore ne do financojmë të rinjt, se kemi pas të lloj gepi më para, nuk e kemi pas mundësinë që të rinjt që fitoni një kompeticion në Shqipëri të përfaqësonin në arenën ndërkombëtare Shqipërinë, që në fakt janë krenaria jonë nëpër botë. Shumë vërtet. Sot fal këtij programi që ne sapo kemi aprovuar dhe kemi publikuar te faqja zyrtare e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, ne do financojmë si shpenzimet akomodimi dhe të udhëtimit. Dhe nëse ata dalin fitues, ne do japim edhe një formë pagese për vlerësimin që ne kemi si shtet ndaj tyre. Kështu që kjo lloj mundësie nuk ka qenë më parë dhe prandaj them që çdo vit bëhet dhe më mirë. Ndërkohë presim edhe shumë shpejt, kam përshtypjen nesër, nëse çdo gjë shkon mirë, që të na aprovojnë grupet jo formale. Grupet jo formale ne do financojmë drejt për drejt të rinjt për iniciativat e tyre. Dhe kjo neve do na ndihmoj shumë që të kuptojmë realisht se të rinjt çfarë duan të bëjnë. Se ne i kalojmë gjithmonë fondet nëpërmjet organizatave, që është shumë mirë, do vazhdojmë t'i kemi, por mendoj që financimi drejt për drejt tek të rinjt do fillojë dhe do japë një energji tjetër Shqipërisë. Vitin e parë do kemi, është një vit prove, do kemi një financim diku tek, po flas në euro, 200.000 euro, dhe vit pas vitin e patjetër që do bëjmë lobime që të arrisim të financim, po duke marrë
edhe të themi një eksperiencë nga ky vit. Kështu me krenaria them që vit pas viti Shqipëria po bëhet më mirë, po jo vetëm fal agjencisë, po fal dhe organizatave si jotja. Dhe fal punëve të organizatave të tjera ndërkombëtare, po dhe pra mendoj që jemi në rrugë të duhur. Bëqefi, ti u bërë ca kohë në këtë sektor, në drejtim të agjencisë, vjen pyetja natyrale, kur hyre, cili ishte kali yt i betejës, le të themi, cila ishte ajo gjë që the unë do hy dhe do bëj këtë, edhe cili ka qenë një nga nismat që ti ke dashur të bësh dhe ka qenë më sfiduesja, edhe nëse ja ke dalë dhe nëse s'ja ke dalë. Domethënë dy gjërat që ti ke patur, njërin që e ke vizion dhe tjetrën që të ka sfiduar dhe shpresoj t'ja kesh dalë. Atëre, puna me të ri më ka shumë natyrshëm. Pra, në momentin që unë u angazhova si drejtoresh në Agjencinë Kombëtare të Rinisë, duke qenë se kisha shumë vite angazhim, pavarësisht në një format tjetër, e kisha të thjesht adaptimin, por patjetër që është ndryshe, institucionet janë ndryshe dhe shoqëria civile është ndryshe, politika është ndryshe. Dhe patjetër që kam pas sfidat e mia, por i kam fal ekipit mirë që kam gjetë agjencia, po fal dhe ekspertizës që kam marrë nga këshilltarë të tjerë që kam angazhuar për institucionit, jam i munduar që këto sfida ti përmbushim, themi. Një dëshirë që kam unë për agjencinë, që shpresojmë shumë që ta bëj realitet, është që Agjencia Kombëtare e Rinisë duhet kthyer, kam shpresë është e parë që them, në agjenci Erasmus+. Pra, siç e ka çdo shtet i Bashkimit Evropian, siç po kohët e fundit është bërë dhe Maqedonia, Shqipëria duhet të ketë që agjencia domethënë të jetë një strukturë që të thithë gjitha projektet Erasmus, që më pas të shpërndaj tek organizatat. Pra do të kenë kapacitetin organizatat. Po, duhet të kemi një pikë kontakti që personalisht mendoj që agjencia është më mirë asot për ta bërë këtë gjë, për shkak të eksperiencës, por edhe programet BES që do zbatoj tani, siç është garancia rinore, që do japi dhe një CV shumë të mirë për të treguar që ne kemi potencialin për ta marrë këtë gjë tashmë. Kështu kjo do jetë pra gjithë që do lë agjencinë, shpresoj që të lë dhe këtë gjë në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme fakt se një program, një institucion koordinues i gjithë nismave, në përgjithësi në Shqipëri ne kemi këtë problemin, jo vetëm tek të rinjt, në gjithë sektorët, që nuk arrim dot të thithim të gjitha potencialet, fondet, nismat që janë aty për Shqipërinë dhe për rajonin. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë edhe e jashtëzakonshme. Domethënë edhe uroj që të ndodhi edhe që ta realizojmë. Cilat janë disa nga prioritetet, le të themi, që ti ke vendosur në drejtimin e AKR-s? Domethënë, folëm pak a shumë për nismat, ligji për vullnetarizmin, ka ndonjë gjë tjetër që përveç kësaj të Erasmus Plus apo gjëra të tjera që ke dashur të bësh? Ishte shumë e bukur kjo me grupet informale, sepse në fakt ka problematika të cilat lidhen me strukturimin, dhe jo gjithmonë çdo ide është strukturuar në formën e një organizimi të njohur me ligj, le të themi. Unë mendoj që të rinjt duhet të jenë vetë ata që ndërmarrin iniciativa, dhe kjo është e bukur e grupeve informale, sepse dhe ndjejnë vetë përgjegjësinë e gjës. Pra, patjetër që tek organizatat jo fitimpruse që tash bëjnë punë shumë të mirë, por këtu ne do kuptojmë se të rinjt, sepse kemi një lloj, ndonjëherë kemi këtë që themi që të rinjt nuk duan të angazhohen. Por me këtë nisëm do shikojmë që ata nuk duan të angazhohen apo nuk dim ne t'i angazhojmë të rinjt. Pra kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe unë do i lexoj vetë projekt më projekt. Pra patjetër që stafi do kemi një komision që do merr punë për të kuptuar më mirë se si funksionon dhe çfarë duan. Do i lexoj vetë çdo projekt që ata do sjellin. Shumë mirë. Në fakt është shumë e rëndësishme që edhe të rinjt të luftojnë këtë pjesën të luftohet pjesa e apatisë tek të rinjt. Neve shohim, thash shpesh herë, për mendimin tim është paragjykim, nuk është një e vërtet. Themi që brezi të rinjve është apatik, nuk angazhohen, nuk kanë besim tek institucionet,
nuk duan të bëjnë gjëra, duan vetëm të largohen nga Shqipëria. Si e keni adresuar këtë lloj problemi dhe si mund të adresohet me zgjidhje të tjera? Atëherë, kjo është pyetje shumë e vështirë. Apatizmi është, unë e shoh, me thënë drejtën. Pra, okay, patjetër që e teprojnë dhe thonë, është më shumë se ç'thuhet, pra. Patjetër që ka të rinj shumë të mirë, unë kam bërë një tur në universitete dhe do vazhdoj ta bëj, që shoh që ka të rinj shumë të mirë, por angazhimin politik e konsiderojnë si angazhim në një parti politike. Ndërkohë që angazhimi politik nuk është një angazhim pikërisht me një bindje të caktuar politike, por është angazhim në përditshmëri, në vendimarrje. Po apatizmi unë do ta luftoj në 3 mënyra. E para duke, siç bëni ju në emisionin tuaj të përditshëm, që t'i angazhoni, t'jem pjesë e vendimarrjes, të rinë drejt për drejt. Jo vetëm teori, por duke i bërë gjërat fakt. Pra, duke i angazhuar learning by doing. E dyta do thoja që është tek shembujt. Ne duhet t'i japim shembuj frymëzues. Kohëve të fundit indeksi rinor është rritur. Se në vendimarrje, në kuvend, në Këshilla Bashkiake, po dhe në aspektin e institucioneve, unë jam shembulli konkret i një shembulli. Po. Për fakt se jam një drejtoreshe përgjithshme e re, që të tjerë, të rinj të tjerë, mund thonë shiko se dhe ne mund t'ja dalim. Kam marrë nga një familje thjesht, nuk jam as vajza e ndonjë të pasur oligarku, as ndonjë. Jam një vajzë e thjeshtë që duke u munduar në përditshmërinë time kam arritur që jem sot drejtoreshe përgjithshme. Prandaj po them që edhe deputetët e reja ka shumë, siç janë 4-5 deputetë të rinj në kuvend. Pra, kjo lloj gjëje që ne kemi bërë sot ndikon pozitivisht të rinj, se thonë okay, dhe ne mund t'ja dalim. Mendoj që shembulli është i rëndësishëm dhe treta mosbesimi tek institucionet është deri diku. Por po luftohet. Duke sjell shembuj të mirë, duke sjell personazhe të mira në drejtimin e institucioneve, po jo vetëm institucioneve si institucion shtetëror, po dhe institucionon i them edhe shoqërisë civile. Po. Në rastin konkret ju keni bërë një punë shumë të mirë. Dhe kjo sjell që të rinj të kenë besim. Pra është një të themi, duhet gjithë aktorët të punojnë dhe të ndërgjegjësojnë të rinj që ju jeni të rëndësishëm dhe të kenë një rol konkret në gjërat që ne bëjmë. Pra ne të flasim në gjuhën e tyre. Të shohim se sa do arrijmë. Urojmë shumë se ne që punojmë me të rinjt e dimë se çfarë potenciali kanë, edhe ajo që thash pak më përpara është që realisht me pak investim ne kemi parë që mund të bëhen gjëra shumë më të mëdha për të rinjt. A lufton si ne për buxhetet, se kur ne shkojmë dhe luftojmë për buxhete për gra, për buxhetim gjinor, për edhe buxhet për gratë dhe vajzat në politik, për forumet e grave, kemi një luftë shumë të ashpër. Luftohet në tjetër mënyrë për të rinjt apo është pak më kollaj? Atëherë neve me thënë të drejtën, buxheti i shtetit është patjetër që ne duam më shumë. Nuk ka institucion në Shqipëri që nuk do më shumë, edhe nuk ka organizatë në Shqipëri që nuk do më shumë. Por mendoj që buxheti duke pasur parasysh gjitha financimet që ne marrim nga Bashkimi Evropian, po dhe ne duhet dhe të vetë krijojmë. Pra ne nuk duhet vetëm të presim nga shteti që okay, do na japni këto financime, por ne duhet të aplikojmë siç thatë ka shumë programe BE-ja, po edhe Erasmus e pafund që kanë dalë në këtë periudhë, pra nuk mund të themi që nuk ka. Pra, i rëndësia është dëshira e institucioneve për të përthithur fonde. Ne kemi aplikuar në shumë projekte, kemi fituar shumë projekte, por 2 projekte më të rëndësishme që ne kemi direct grant, nuk i kemi të fituar, themi, është EU for Youth dhe garancia rinore. Bukur. Dhe këto të dyja, bashkë me buxhetin e shtetit, mendoj që do bëjnë një kombinim shumë të mirë për të rinjt. Dhe unë e them gjithmonë që 2026 dhe 2027 do jetë viti të rinjve në Shqipëri. Kjo është, uroj shumë tjetë e tillë, sepse realisht të rinjt meritojnë shumë më tepër. Dhe ajo që unë shoh, edhe që kam parë në punën që ne bëjmë me të rinjt, është që dëshira është aty në fakt për të kontribuar, por një nga problematikat që ne kemi hasur në gjithë harkun kohor që kemi punuar me të rinjt ka qenë tregu i punës. Dhe pse ne flasim për vullnetarizmin, flasim për angazhimin social, gjërat cilat ndodhin, bëhen pak më kollaj.
kur kemi shkuar te tregu i punës, kemi patur një problematik e cila ka qenë një ngërç realisht. Lidhja të rinjve me tregun e punës, kompanit apo tregu i punës thotë që nuk ka punonjës, të rinjt thonë që nuk ka punë. Keni ndonjë ide ose ndonjë politikë për ta adresuar këtë, ndoshta nuk është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me agjensinë, po mendoj se është një nga problematikat më kryesore që kanë të rinjt sot. Mendoj që lidhet drejt për drejt me agjensinë dhe ne e kemi adresuar, Bashkimi Evropian e ka adresuar. Siç u thash, ne kemi garanci rinore dhe garancia rinore është në fazën pilot në tre qarqe, në Florë, Shkodër, Tiranë, por pa pas një buxhet konkret shumë të madh, domethënë. Tani, pjesa e outreach-it, pra identifikimi të rinjve kalon te agjencia. Dhe pjesa e punësimit është tek AKPA, te Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Janë disa institucione që merren. Dhe ky koordinimi i bukur mes Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AKPA-s, pra ne bëjmë pjesën e kërkesës së të rinjve, ndërkohë që AKPA do japi ofertën. Neve do mundohemi që të ndërlidhemi mirë me këtë program që do na financohet nga Bashkimi Evropian, që në fakt është një program shumë ambicioz dhe nuk janë buxhete të vogla. Dhe neve këtë pjesën outreach do ta bëjmë dhe nëpërmjet organizatave. Pra ne do kontraktojmë organizata që do shkojnë në çdo cep të Shqipërisë që të identifikojnë ku janë këta të rinjt. A kanë një arsim profesional? Nëse nuk e kanë një arsim profesional, hajde ja bëjmë. Nëse kanë arsimin profesional, hajde t'ja integrojmë në tregun e punës. Pra ky lloj projekti që është konkret tashmë, neve dona të themi përputh kërkesën dhe ofertën. Dhe këto do e zgjidhi këtë problematikë që është një problematikë që në fakt unë e shoh në përditshmëri dhe nuk duhet ta mohojmë. Domethënë garancia rinore financon pjesën e funksionimit të tregut punës, po ka edhe një pjesë të vogël te sipërmarrja? Atëherë AKPA si institucion do mbuloj pjesën e kontaktimin me bizneset, kontaktimin me ndërmarrje të ndryshme, pra do gjej ofertën e punësimit. Bukur. Kurse ne nga ana tjetër do gjejmë të rinjt. Dhe ne i themi AKPA-s, shiko se të kemi gjetë 10.000 të rinj, tani angazhoj. Angazhoj në tregun e punës ose nëse nuk mund të futen drejt për të sepse nuk e kanë një shkollim, do mi fuzësh në shkollë profesionale. Nëse nuk e ke në shkollë profesionale, por do të bëhet sipërmarrës, do ketë edhe një vonë startupi. Pra do jetë lidhur shumë bukur gjithë skema. Shumë interesante dhe shumë e nevojshme në fakt. Siç ti e di, ne kemi qenë partner dhe me agjensinë, ne prej disa vitesh bëjmë nismën Dita e Solidaritetit dhe Aktivizmit Social, ku të rinjt punojnë një ditë në kompani të ndryshme dhe krijojnë një fond solidariteti për nisma nga të rinjt me të rinjt për të rinjt. Dhe ajo që kemi vënë re është interesante, kemi parë që në pjesën më të madhe të kompanive ku ata punojnë, kanë pasur dhe oferta për të ndenjur. Pra, pjesa e kontaktit të parë me kompaninë është e vështirë, sepse ti nuk e ke infrastrukturën edhe që kompania do të njohë. Në momentin që i njohin, ose u kanë ofruar internshipe, ose u kanë ofruar punë për vetëm një ditë që ata e kanë njohur. Mendo pasaj me nisma të tjera si internshipet, të cilat unë mbaj mend me Rjetin Hasan, ne kemi filluar në vitin 2005. Në kohën kur internshipi nuk njihej si koncept, edhe na detyroheshim të trajnonim institucionet edhe kompanitë se çfarë ishte internshipi, këtë t'ja u shpjegonim edhe të rinjve që internshipi është një punë praktik e cila të ndihmon në integrimin në tregun e punës, dhe më bëhet shumë qefi që tashmë janë praktikat njohura dhe uroj dhe shpresoj që vazhdojnë edhe në institucione, dhe ne ndonë se të lidhur me solidaritetin, mundohemi, kemi gjetur një mënyrë tjetër për ta bërë edhe këtë lidhjen me tregun e punës, edhe në fakt mendoj se shumë e rëndësishme të japim sa më shumë mundësi të rinjve. Si mendon, duke kaluar pak te pjesa e barazisë gjinore, që është një nga fokuset tona, mendon se ka stereotipe sidomos për të rinjt, po edhe për vajzat, për gratë që janë në leadership. E ke ndjerë ndonjëherë këtë pjesën personale që ti je një vajzë e re në leadership, nuk di më shumë se ne, etj. Po e kam djerë, dhe se kam djerë, me thënë të drejtën.
Duke qenë se unë kam qenë gjithmonë më e reja në çdo ambient ku kam marrë pjesë, edhe ndoshta jam mësuar me këtë, edhe ndoshta më ka ndodhur në mënyrë jo instinktive, por unë nuk e kam ndjer kaq shumë. Në përgjithësi është, sidomos në parti politike, unë e ndjej më shumë tek partitë politike se sa në institucione. Se duke qenë se dhe në qeveri sot ka shumë zëvendësë ministra të rinj, shumë drejtuesa të rinj, jam mësuar tashmë me idenë e të res. Por në partitë politike është shumë e vështirë që të ketë rotacion brezash. Pra ata mendojnë se duhet të jenë të përjetshëm aty ku janë. Dhe e kanë shumë të vështirë që t'i lënë vendin një të riu. Dhe kjo duhet patjetër nga të dyja partitë politike duhet zbutur. Nuk po them që të vemi gjithë të rinj tani të marrim 20 vjeçare të fusim gjithë në kuvent, por të ketë një lloj balance mes eksperiencës, përfaqësuese. Ketë një balancë mes eksperiencës dhe të res. Pra se reja sjell energji, sjell inovacion, sjell ide të reja, kurse eksperienca dhe patën nuk mund të shkojmë asgjë kundi. Që duhet të ketë një ndërthurje shumë të mirë mes brezave dhe nuk duhet shihen breza si konkurrencë, por duhet parë për të ndihmuar njëri tjetrin e për të ecur bashkë për një gjë më të mirë. Se trashëgimia në fund të ditës kështu lihet, me hap pas hapi, dhe ne organizuam një hakaton për të rinjt në politikë dhe në vendimarrje, dhe ishte shumë interesante pjesa që për një nga herët e pakta në Shqipëri organizoi një hakaton i cili kishte lidhje me transparencën, me demokracinë, me politikën, se në përgjithësi janë kryekëput të lidhura me teknologjinë dhe me sipërmarrjen. Dhe aty kuptova se sa shumë mund të bëjmë akoma dhe sa shumë mund të kontribuojnë të rinjt me ide të jashtëzakonshme që aty dolën në 2 ditë hakaton, dolën ide që mund të shërbejnë të gjithë institucioneve në mënyrë të jashtëzakonshme dhe disa prej tyre do t'i sjellim që edhe ti shihni pse jo edhe për institucionin e agjencisë, sepse janë ide të rinjve për të krijuar më shumë transparencë, dhe ajo që ne themi gjithmonë është që transparenca krijon besim. Duke u rikthyer tek ajo biseda që ndoshta mungon besimi, mungon lidhja me institucionet. Dhe pjesa e punës në terren, ju keni bërë gjithashtu edhe disa panajire, keni bërë disa nisma që janë në terren, edhe për t'u njohur personalisht me të rinj. Ka patur pjesëmarrje dhe dëshirë te kjo pjesë? Ka pasur një lloj pjesëmarrje. Ne kemi pasur aktivitete që kemi pasur një pjesëmarrje që mua më ka impresionuar, me thënë drejtën. Sepse unë kam këtë stereotipin, duke qenë se jam marrë shumë me të rinj dhe sa vin breza dhe them nuk kanë interes. Se i rrjetet sociale i kam ndikuar që të jenë gjatë kohës scroll, duan informacione shpejt, nuk kanë dëshira për shkuar në panajire për të marrë informacione. Po ndërkohë që mua më ndodhe kundërta ndonjëherë, që në aktivitetet që bëjmë, pavarësisht që ne duhet të përshtatim në mënyrat e reja. Ne nuk do të bëjmë gjëra që ne mendojmë se janë më të mira për ata. Ne do të bëjmë ato që ata mendojnë se është më mira për ata. Kështu që nëse ne gjejmë metoda të reja, metoda inovative, metoda për të dhënë informacione, duke u përshtatur me tendencat e reja, patjetër që të rinjt vinë dhe janë pjesë e iniciativave tona. Kjo është e vërtetë dhe është eksperiencë që e kemi edhe neve. Duke qenë se po flisim për politikën. Ndodh të jepet mundësia për të kaluar një ligj të rëndësishëm në 24 orë. Të thonë ke 24 orë kohë, do zgjedhësh një ligj që do të kalosh në parlament. Cili do ishte? Teknikisht është e pamundur, por teknikisht është e pamundur. Okay. Një vendim që ti do ta merrje. Një mënyrë shumë e mirë, mendoj, për të thithur gjithë diasporën shqiptare, potenciali më të mirë që ne kemi jashtë vendit, është që ne të bëjmë një premtim këtyre freelancerave, këtyre themi që janë të punësuar në fusha të ndryshme jashtë, sidomos në teknologji ka shumë, po. Riktheuni në Shqipëri, që se ju keni një kontratë punësimi që paguhet nga jashtë, tek ne do vini me 0% taks. Ndërkohë që jashtë pagojnë taksa shumë të larta, në Shqipëri do marrin 0% taks, do kenë 0% taks mbi sigurime shoqërore, shëndetësore, dhe mendoj që kjo mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të incentivuar dhe për motivuar të gjithë diasporën tonë për të rikthyer.
Është shumë e rëndësishme në fakt, sepse ne kemi jo vetëm brezin e parë të diasporës, kemi edhe brezin e dytë që janë të rinj, të cilët duke mbetur një lidhje me Shqipërinë, por që kjo duhet përforcuar, edhe këto zonat e lira në fakt janë një nga nismat që bëhen në shumë vende të botës, sidomos në fushën e teknologjisë, por edhe në fushat e tjera. Dhe nga eksperienca me rrjetin e të rinjve, në cilin ne kemi punuar prej kohësh, funksionojnë. Ne për shembull kemi bërë disa nisma për thithjen e trurit, se ne kemi shumë të rinj që shkojnë studiojnë jashtë etj për t'i kthyer profesionist, për t'i kthyer ata, ndoshta jo në mënyrë permanente në Shqipëri, por për të garantuar këtë që ne themi e quajmë qarkullimi i trurit. Kemi bërë disa nisma duke i ndihmuar ata që të kthehen të japin një kontribut në Shqipëri me një shtesë page në institucione, sepse ata vijnë nga vende në cilat paguhen shumë, me nisma internshipi për ata që janë student, dhe nga statistikat tona, për shembull një të fundit që kemi bërë për disa vitesh, nga 100 studentë që ishin pjesë e një programi, 98 prej tyre vendosën të rinin në Shqipëri. Kështu që janë gjëra që nga eksperienca funksionojnë dhe janë shumë të vlefshme. Dhe në të gjitha punët që ne bëjmë me diasporën, me të rinjt, me gratë, me të gjithë, unë shoh një dëshirë shumë të madhe për të kthyer në Shqipëri dhe për të kontribuar për Shqipërinë. Dhe mendoj se pjesa e investimit tek të rinjt do të jetë një gjë shumë që do ketë sukses dhe do të vlejë shumë. Kështu që edhe nëse nuk e ke mundësinë për këtë ligjin, bëheni si iniciativë, sepse realisht vlen edhe është shumë e rëndësishme dhe për mendimin tim do ketë një përgjigje shumë pozitive. Jo vetëm zona e lirë, por edhe nisma për të krijuar këto urat e shkëmbimit të eksperiencës mes të rinjve që jetojnë andej, të rinjve që jetojnë këtej, është shumë e rëndësishme. Se ne kemi shumë programe të cilat i quajmë janë ato cross borders apo programet bashkëpunimit rajonal, po ne në fakt kemi eksperiencë dhe potencial shumë të mirë drejt atyre të rinjve të cilët janë shqiptar dhe janë atje me eksperjenca nga më të ndryshme. Tani, ne kemi një rubrik që e quajmë Mit apo e vërtet, këtu në podcast, e cila është një rubrik që nuk të jep mundësinë të shpjegosh, por duhet të përgjigjesh vetëm me një fjalë, ose mit ose e vërtet. Kur rjen vendimarrje, ndonjëherë duhet marrësh vendimet po ose jo, dhe kaq pa u shpjeguar. Unë do të them disa fjali, ti do më thuash nëse është mit apo e vërtet. Mandati i parë në drejtimin e një institucioni është më shumë mësim se sa ndikim. Mit. Mund të bëhet ndikimi direkt. Idealizmi zbrehet me eksperiencën. Mit. Politika e prek jetën private, pra të ndërhyn edhe në jetën private. Realitet. Të rinjtë në Shqipëri nuk janë të interesuar për politikën edhe për qenë vendimarrës. Mit. Vajzat përballen më shumë me barriera në karrierë, në përgjithësi, se sa djemtë. Realitet, të themi. Të rinjtë nuk kanë mjaftueshëm besim tek institucionet. Jam e dysuar këtu. Vlen. Po e them kështu, abstenim. Institucionet publike janë të hapura ndaj ideve të rinjve dhe i përqafojnë ato. Realitet. Politika sociale përdoret shpesh për populizëm edhe në sektorin e të rinjve. Mit. Të rinjtë sot janë më kritik edhe më kërkues ndaj institucioneve. Abstenim dhe këtu. Në mes është. Është në mes. Vërtet. Kanë më shumë mjete për të kërkuar transparencë, po më pak dëshirë kanë. Më pak dëshirë për të ardhur dhe për drejt institucionet. Pavarësitë gjinore janë zvogëluar ndjeshëm tek brezi i ri. Realitet. Edhe kjo më bëhet shumë qefi, sepse e ke dhe ti një ndikim këtu. Tregon që e kemi sadopak e kemi ndikuar edhe neve këtë pjesë. Mirë, kjo ishte pjesa e mit apo e vërtet. Shpesh herë kemi vështirë të flasim vetëm me një fjalë, po ndonjëherë vendimet kështu duhen marrë, dhe kur janë vendimarrje ndonjëherë është e vështirë, duhen marrë vendime të forta. Është e vërtet. Cila ka qenë një nga sfidat kryesore që ke patur më të mëdha?
Si më të mia politike, unë e kam nisur angazhimin tim me sfida gjatë gjithë kohës. Unë kam qenë do të thënë mënyra se si kam ardhur në kryet institucioni ka qenë një sfidë më vete. Unë kam qenë pjesë e opozitës asaj kohe, kam kur shkova në kryet agjencisë, siç rëndom në Shqipëri, fillon sulme që kjo është e djathtë, se shkojnë në institucion, është shiture. Do thënë këto janë gjëra shumë kontributi nuk ka ngjyra. Pikërisht, kontributi institucioneve shtetërore dhe për të mirën e të rinjve dhe po të gjithë vendit mendoj që nuk ka ngjyrën politik. Por duke qenë se, siç thash, politika ka qenë shumë e polarizuar, pra ka qenë nuk mendohet si një bashkim forcash për të dhënë më të mirën për Shqipërinë, por mendohet thjesht që ti o je djathtë o je i majt. Pra nuk ka një mënyrë tjetër për të qenë pjesë e politikës së Shqipërinë. Dhe kjo mua më ka ndikuar, të themi, më ka ndikuar disi në fillimet e mia, sepse merr shumë kur të shkoja dhe ta dilja, thoja po këta po më perceptojnë mua si të djathtë, po këta nuk po më perceptojnë mua si drejtuese, po më shkojnë thjesht për qyrimin politik që kam pasur. Kam pas problem në fillim, por tani është shuar totalisht njerëz janë mësuar me mua, më kam mirëpritur, edhe e them me plot bindje këtë gjë. Në çdo institucion që kam trokitur dhe në çdo bashkëpunim që kam bërë, kam pas një krah të hapur kudo, kështu që jam shumë e lumtur për gjithë gjërat që po ndodh. Edhe është shumë e rëndësishme që njerëzit shihen nga rezultatet, jo nga fjalët, kështu që të uroj sa më shumë rezultate për të rinjt. Dhe duke qenë se jemi tek pjesa e rezultateve, ke patur ndonjë arritje në këtë kohë që ke qenë në drejtim, që ke thënë po ja dola gjithë, po mësoshin që s'ke për t'ja dalë e bëra këtë gjë. Njerëzit e din kokëforcin time, gjithë njerëzit që më njohin dhe punojnë me mua dhe e din që unë e kam shumë të vështirë që mos t'ja dalë në diçka, sidomos kur e vë në shënjestër. Ne po sapo kemi firmosur një kontratë shumë të mirë për 1.5 milion euro për You for Youth-in, biles sot e firmosa. Kështu që kjo është një nga arritjet që po më vinë ndërmend me që se ndodhi dhe sot, pasi ka pas dhe arritje të tjera. Si që janë talentet rinore, që ne kemi kalu VKM, kemi kalu një proces gjatë, ligji i vullnetarizmit prapë është kaluar gjatë mandatit, se nuk jam mandat, se nuk e kam stabil, por gjatë drejtimit të agjencisë, grupet informali presin t'i kalojmë nesër, garanci rinore është një proces që jam duke ndjekur, presim që ta finalizojmë diku nga qershori, kështu që mendoj që çdo objektiv që kemi pasur në agjenci e kemi realizuar me sukses. Super, më vjen shumë mirë dhe uroj dhe shpresoj që sa më shumë gjëra të mira për të rinjt, sa më shumë lajme të mira, sa më shumë angazhim. Ku i marrin informacione të rinjt për gjithë këto nisma? Tek faqja AKR-s? Neve jemi shumë aktiv në rrjetet sociale, në platforma siç është LinkedIn, Instagram, Facebook, po dhe në web jemi i pasurojmë gjatë gjithë kohës për transparent gjithë informacionet. Agjencia Kombëtare e Rinisë, si është faqja? rinia.gov.al. Okej. Kështu që aty kemi shumë të qartë, po dhe mund më komunikojnë, të më shkruajnë sa herë. Jam shumë e hapur ndaj çdo bashkëpunimi dhe mënyrë indirekte, nuk jam ai formati tradicional i drejtoreshës që delegon. Kështu që çdo i ri që ka një iniciativë, një ide, po dhe organizata, po dhe gjithë aktorët që kontribuojnë për të rinë në Shqipëri, unë dera agjencisë dhe dera ime personale është gjithmonë hapur. Shumë faleminderit mbështjefi. Për ta mbyllur këtë bisedë që në fakt ishte shumë e këndshme, me lajme shumë të mira për të rinjt, asnjëherë nuk mungojnë sfidat, po asnjëherë kur ka sfida, gjithmonë ka edhe përpjekje, dhe ku ka përpjekje ka edhe sukses. Kështu që unë do doja që ta mbyllim me një mesazh për të rinjt. Mesazhi im për të rinjt është që guxoni, mos dëgjoni njerëzit që thonë nuk ja dilni dot, nuk do ja dilni dot, sepse ai ka vajt aty, sepse është vajza e këtij djali këtij, nuk ja del, nuk ja bë. Mendoj që çdo i ri që përpiqet vërtet, që angazhohet vërtet dhe që e ka vullnetin dhe energjinë e mirë për ta bërë diçka, ja del gjithmonë. Kështu që angazhoni dhe suksesi është një gjë që do ju vi shumë natyrshëm. Unë e them gjithmonë që katapultat duket sikur funksionojnë sepse të çojnë lart, por rënia pasaj është e frikshme, kështu që më mirë shkallë, secili me mundësitë e veta, me aftësi, edhe me meritokraci, që është një gjë që ne duam shumë për të rinjt.
Sara, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi kjo bisedë me ty. Ishte shumë e natyrshme biseda dhe nuk e ndjeva fare kohën. Është Dhe gjithmonë është e vërtet që ke një energji shumë të mirë. Ma kishin thënë, ne jemi takuar dhe më para, po një bisedë kaq të gjatë nuk e kishim bërë, të falenderoj me vërtet. Me shumë kënaqësi, edhe dera jonë, Majsa ne kemi mundësi është gjithmonë e hapur, jemi gjithmonë këtu për të rinjt, për ata që i duan të rinjt, edhe për ata që duan të bëjnë gjëra të bukura për të rinjt, se realisht meritojnë shumë. Ti them dhe 2 fjalë për punën tuaj, se Faleminderit. nuk kemi nuk do të bëj qoka, por ato që duhet thënë, unë kam marrë tek ju në disa aktivitete dhe kam ngel impresionuar për punën që keni bërë. Domethënë jeni nga të pakt aktor në shoqërinë civile që unë kam një vlerësim të madh. Shumë faleminderit. Është Është nder veçantë. Unë do doja shumë që të ishim edhe tashmë në këtë pozicionin tim të ri, të ishim bashkëpunëtore shumë të mira. Me shumë kënaqësi, ne siç e thash kemi shumë nisma për të rinjt, sepse i duan forca dhe janë një nga shtyllat e aktivitetit ton, po është shumë bukur kur dëgjojmë fjalë të mira për punën, se mundohemi fort, edhe është bukur pasaj kur dëgjojmë që ka funksionuar diçka, kemi bërë diçka. Falenderoj shumë për bisedën, për kohën, se e di që e ke shumë të pakët, me gjithë këto nisma e gjëra të bukura, por të uroj që të kesh sa më shumë punë, angazhime, suksese, edhe sa më shumë të rinj, të cilët të t'japin energji të mira edhe energji pozitive. Shumë faleminderit për bisedën, dhe kjo ishte biseda jonë për sot, në këtë podcast mundësuar nga Westminster Foundation for Democracy, për t'u dhënë zë atyre liderëve të rinj, të cilët janë vendimarrje, atyre që marrin vendime për jetën tonë dhe mund të bëjnë ndryshime për gjithë secilin prej nesh. Nga unë Edlira Çepani, është gjithmonë kënaqësi biseda me vajzat e gra që realisht do bëjnë ndryshimin. Shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.